Cilat mund të ishin disa suplemente të cilat janë sipas të gjitha studimeve të pranuara gjithësisht që janë efektive. Ta nisim me vitaminën D. A është e nevojshme? Vitamina D është e nevojshme. Është e nevojshme për faktin që ne nuk kemi ekspozimin e mjaftueshëm në diell. Domethënë vlerësohet që duhet rreth gjysmore i ekspozuar në rrezet e diellit në pjesën më të madhe të trupit, të ekspozuar në rrezet e diellit në ditë që të merret sasi e mjaftueshme vitaminës D, të cilën asnjëri nuk e realizon dot. Madje edhe në verë nuk është pak e vështirë nëse nuk jenë plazh ta realizosh një gjë të tillë. Shumica e njerëzve është e vërtet. Domethënë shumicën e trupit në diell jo. Kështu që deficiencë e vitaminës D manifestojnë dhe vende të cilat janë me diell, si për shembull vendi jonë, që konsiderohet. Po ne kemi gjithë të diell thonë në Shqipëri, po domethënë minimalisht thua duhet të jetë i ekspozuar pjesa e sipërme e trupit që të marrësh i gjithë trupi. Që sipërfaqja e ekspozuar të jetë sa më e madhe. Nga ana tjetër, shumica e ushqimeve nuk përmbajnë vitaminë D, të mjaftueshme. Pak ushqime përmbajnë vitaminë D dhe nëse ne kemi një dietë të rregulluar në mënyrën më të mirë të mundshme, duke patur në fokus vitaminën D, nuk mund të arrijmë më tepër se 30-35% të vitaminës D në dietë. Për këtë arsye nevojitet suplementimi. Dhe arsyeja e suplementimit të vitaminës D është suplementi merret në formën e vitaminës D3, që është forma aktive e vitaminës D, është sepse vitamina D sot nuk konsiderohet thjesht një vitaminë, po konsiderohet si një hormon, për shkak të efekteve të jashtëzakonshme që ka në organizëm dhe ndërhyjet në shumë reaksione në D3 kombinuar me K2. Me K2. Po MK7 që thua? Po, MK7 është forma më e mirë e K2-shit. Okay. Që e kemi thënë dhe më parë ndodhet kryesisht produkte shtazore, Pa sigurisht. Dhe arsyeja e përdorimit D3-shit kush është? Është në radhë të parë thithja e kalciumit dhe fosforit në zor. Dhe në arterie, forcimi i sistemit imunitar, luan një rol shumë të rëndësishëm në forcimin e sistemit imunitar, në aktivitetin e muskujve, në forcimin e muskujve, në rritjen e testosteronit dhe në shumë procese të tjera. Kurse vitamina K2 bën që kalciumi i thithur nga zorët prej vitaminës D3 ta depozitoj prej arterieve në kocka. Do thënë largon kalcium nga arteriet në kocka, pastron, si thua, kalciumin i cili grumbullohet në arterie. Dhe nga ana tjetër është mbështetëse sistemit kardiovaskular dhe kombinimi D3-shit me K2-shin është kombinimi ideal. D3 K2 kur dhe sa? Në mëngjes është këshillohet më tepër, në mëngjes në mënyrë që dhe me rrezet e para të diellit të fillojë të ketë një efekt më të lartë dhe doza do ishin nga 2000 deri në 4000, do ishin doza ideale. 4000 duke shkuar 4000 për personat, siç tham, ata që kanë aktivitet fizik të shtuar. E tjerë dhe që kanë ekspozim pa mjaftueshëm dhe vitamina K2 mund shkoj nga 50 mikrogram deri në 200 mikrogram. Në varësi në raport gjithmonë dhe me vitaminën D, por normalisht ato janë dhe bashkë shpesh, kështu që po mirë, edhe diçka tjetër, mund ta marrim gjithë vitin D3 K2-shin? Gjithë vitin. Edhe kur jemi pushime në verë për shembull? Gjithë vitin. Kur jemi pushime, çfarë mund të bëjnë bie fjala një javë ose 2 javë ekspozim? Asgjë në plan afatgjat, po. E qartë fjalë për një ekspozim të përditshëm, se njerëzit kujtojnë që 2 javë në mjaftojnë ekspozim në diell mjaftojnë për gjithë vitin. Nuk ftohen më gjithë vitin thonë.